në Itali, ne kemi afirmim të figurave të jashtëzakonshme që do i prek disa prej tyre duke folur për Konstantinin, por do i prek disa për të argumentuar me fakte, me emra, me veprat e tyre atë madhështinë e shqiptarëve në tokë italiane që ne e njohim pjesërisht. Po. Kjo ndodh për arsye se shumë herë pyesin njerëzit po si është e mundur. Atëherë ne shqiptarët kemi qenë gjithandej në Itali, në vende të tjera, deri në Austri, në Zvicër e tjerë. Nuk është se shqiptarët ne duhet të bëjmë një reflektim, të jemi një shik më të ftohtë kur arsytojmë. Më objektiv. Ne që shqiptarët nuk erdhën këtej, pra nga Shqipëria u nisën atje shqiptarët e parë flas që ishin në Itali, nuk u nisën me anije nga Durrësi për të ardhur këtu, por ishin këtu. Si ishin këtu? Ishin sepse ne dim nga historia që banorët e parë të gjithë kësaj zonë jugore të Evropës, pikë pari, ishin kallazgjë. Ishin pra ato paraardhësit tanë, paraardhësit e shqiptarëve. Por po ato ishin dhe në tokë italiane, të njëjtët ishin dhe në Itali. Flisnin po të bunë që flisnin pellazgjët e Shqipërisë sotme, flisnin dhe pellazgjët e Italisë në atë kohë. Dhe kjo krijon idenë pastaj pse këtu u vazhdua që të flitet për një kohë të gjatë dhe gjuha shqipe, pra gjuha pellazgjë, që është gjuha shqipe e sotme apo gjuha e vjetër shqipe. Dhe nëse ne hymë dhe i referohemi historisë italiane, i referohemi historianëve italianë, duke filluar që nga historianë autoritar, siç janë Ettore Pais, i cili është një historian sard i shekullit 20, i cili thotë që banorët e Bregdetit të Linor, banorët e parë të Bregdetit Linor të Italisë ishin ilirë. Ishin shqiptarë, shqiptarë antikë. Dhe ishin të tillë japigjet, siç e dimë ne, mesapët, daunët, venetët, Demosteni në shekullin e 4 i quante shqiptarët venet. I quante sepse ai kishte inatin e tyre, sepse shumë herë ato bënin inkursione në det dhe shkonin pushtonin ato ishin të vegjël të helenëve të asaj kohe. Dhe kemi pastaj pjesën e sipër që vazhdon deri në Alto Adige, Grigioni, Zlezia, Moravia, Boemia, ku vazhdojnë gjithmonë ato që ne sot i quajmë thjesht ilirët, por që ishin pasardhësit e pellazgjëve, pra ishin vendalirë. Dhe kjo është dhe një në arsyet që ne kemi më vonë, kemi dhe përkthimet e shkrimet mesapike nga Rivezzo, që e dim që ai zori në drejt 400 shkrimet mesapike dhe i përkthej me shqipen e shekullit të 20. Dhe kjo tregon një vitalitet të gjuhës shqipe që mbajti vazhdueshmërinë e saj. Ndërsa në Itali unë flas shpesh edhe me historian italian, i them ju jeni me origjinë të njëjtë si ne, por ju keni humbur kujtesën historike të ilirisë dikurshme apo të pellazgjisë të dikurshme. Pra këto kanë humbur kujtesën historike sepse ka hyrë komponenti pastaj latin.